A ka trupi një lloj gjuhe të heshtur që mund të na tregojë ne simptomat apo mund të na paralajmërojnë për një ankth të mbledhur, për një ankth që ka kohë që është aty, por që mbase ne nuk duam ta pranojmë? Trupi është ai kulti i shenjtë që tregon për të gjitha dhimbjet tona dhe në çdo moment aktivizon disa sinjal për të thënë shiko se tani ka ardhur koha që ti mos ta shmangësh më këtë dhimbje, po të japësh kujdesin që meriton. Është me anë të trupit që ne shohim se si përkthehet dhimbja në simptoma dhe kur një simptom shfaqet, njeriu duhet të ndjehet i bekuar sepse diçka në trupin e tij apo të saj po i thot merr pak kohë për veten tani dhe kërkon ndihmë që ti mos ta neglizhosh më veten dhe të arrish aty ku e ke të vështirë ta nxjerrësh veten nga një tunel i errët. Unë e them gjithmonë që simptomat, qofshin këto të shfaqura përmes çrregullimit të ankthit, qofshin këto me anë të atakeve të panikut, janë një bekim i vërtet, sepse këta njerëz e kanë trupin e tyre kaq sensitiv, kaq të ndjeshëm sa është si një këmban alarmi që ne na bjen në telefon dhe na thot tani është ora që ti të zgjohesh, të fillosh ditën tënde. Këto këmbana alarmi që aktivizon trupi jon janë si një kujtesë për të thënë pritse, shumë dhimbje je duke mbajtur në mënyrë të pamerituar vetëm, po përpiqesh ta menaxhosh në mënyrë të heshtur, po unë tani kam nevojë që të marrësh kohën tënde dhe ti të kujdesesh. Kështu që po, trupi është pjesa jonë më e mirë për të njohur të gjitha ato dhimbje që ne i kemi shtypur ndonjëherë dhe për vite të tëra. Ka dhimbje që ne i mbartim nga fëmijëria, i kyçim aty në një syndyk edhe shpërthejnë, manifestohen në moshën e mesme apo në rininë e vonë me anë të simptomave të ankthit, atakeve të panikut apo simptoma të tjera psikosomatike.